Në përmbyllje të këtij viti, Kryeministri Rama bëri edhe një bilanc të ecurisë së ekonomisë, sipas tij pritet që ky vit të mbyllet me një rritje ekonomike pranë 4%. Foli po ashtu për tregues të tjerë, për investimet e huaja për turizmin, që në fakt shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë që ka ndjekur një ecuri në rritje, 4.5 miliard euro gjeneruara nga turizmi për 9 mujore, 1.2 miliard euro të ardhura, po themi, nga investimet e huaja, papunësia, ndërkohë ka ndjekur një trend në rënje, po ashtu edhe ecuria e nivelit të borxhit publik. U ndal edhe tek pritshmëritë për vitin e ardhshëm, ku të specifikuara dhe sipas buxhetit 2026, fokusi do të vendoset tek rritja e pagave, tek rritja e pensioneve, që do të nisë nga janari vitit të ardhshëm, do të ketë po ashtu një tjetër nismë e cila pritet të përfshijë 99% të bizneseve, përfshirje të borxheve më të vjetra se 10 vite dhe falje të pjesëshme të borxheve sipas pagesës që do të kryen. Po si ka qenë ecuria e ekonomisë në optikën e ekspertëve, kush janë pritshmëritë dhe çfarë impakti do të ketë rritja e pagës minimale, rritja e pagës në administratë e po ashtu edhe indeksimi dhe rritja e pensioneve. Kam kënaqësi që të diskutoj këtë çështje me zotin Arber Xhihani, ekspert për punësimin dhe ekonominë. Mirë se ardhat në Money Report. Arber, si e ke parë këtë mbyllje të vitit për ekonominë? Si ka performuar në këndvështrimin tënd? Në fakt, duke kërkuar dhe ndjes, pasi ndodhemi bllokuar në trafik dhe lëvizja e madhe e trafikut tregon dhe një herë që ekonomia aktualisht po lëviz dhe këto lëvizjet e shumta në fund vit tregojnë që njerëzit aktualisht po shpenzojnë, po lëvizin. Ka qenë një vit, besoj, vit sfidash, përsa i përket punësimit dhe njëkohësisht edhe sipërmarrjes, pasi ka qenë një vit që ka shënuar ndryshime të vrrueshme, sidomos përsa i përket rritjes së pagave, të cilët kanë pasur një nivel ndryshimi goxha të konsiderueshëm krahasimisht me një vit apo 2 vite më herët. Dhe normalisht optika e timet përsa i përket buxhetit të vitit që ne presim tashmë të hyjë, tregojnë që kjo vazhdimsi e ndryshueshmërisë së pagave do të preki dhe fillimin e vitit 2026. Në janar do të kemi rritje të pagës minimale, çka automatikisht do të vendos në lëvizje apo në rrotën e ndryshimit pothuajse të gjitha pagat, pasi normalisht do duhet të riekuilibrohen çdo nivel punësimi apo profesionesh në bazë të ndryshimeve të reja. Përsa i përket punësimit në tërësi, është e vërtet që ka pasur një rënje të normës së papunësisë, por kjo e lidhur ngushtësisht në të njëjtin moment dhe me largime, dhe jo vetëm me punësim apo hapje vendesh të reja të punës, kështu që mendoj se 2026 sërish do të jetë një moment sfidash për të përthithur investimet të huaja, të cilët realisht janë potencial për krijimin e vendeve të punës, dhe të themi atyre vendeve të punës të cilat janë joshëse për të rinjt apo për të papunët në Shqipëri, apo dhe për ata individ të cilët janë në kërkim të një eksperiencë tjetër. Do duhet tashmë që marrëdhëniet e punësimit të kenë një kalim përtej atyre marrëdhënieve tradicionale ku shpesh herë flasin për kushte jo dinjitoze apo trajtim jo dinjitoz të punonjësit, të kalojmë në një marrëdhënie punësimi me një trajtim sipas kushteve apo praktikave më të mira europiane, por dhe globale. Dhe kjo normalisht do duhet me implementime e disa praktikave të mira nga sipërmarrjet, jo vetëm sipërmarrjet e huaja, por dhe sipërmarrjet shqiptare, të cilët do duhet të adaptohen në mënyrë për të qenë akoma konkurruese në treg në pritshmëri dhe të globalizimit të tregjeve në një moment ku Shqipëria aderon për të hyrë në Bashkimin Evropian. Disa nga momentet më të rëndësishme që pritet vitin e ardhshëm është sigurisht rritja e pagës minimale në 50.000 lekë, do të ketë për gati 9 muaj dhe një subvencionim për bizneset për të mbuluar, po themi, edhe kostot shtesë. Kemi ndërkohë nga ana tjetër rritje të pensioneve, nis nga janari dhe do të vi duke u rritur për gjatë viteve deri në fund të mandatit për çuar një pension mesatar në 400 euro. Dhe ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një plan për të vijuar reformën e pagave në administratë, bazuar kjo edhe mbi vjetërsinë e punës, pra një indeksim dhe rritje të pagave në administratë. Çfarë efekti pritet të kenë këto masa, qoftë edhe në konsum?
Në fakt ky është cilësuar si një buxhet social, sepse në të vërtetë pritet që të gjitha këto nisma apo ndryshimet të kenë një benefit të drejtë për drejtë në xhepin e qytetarëve, të përkthyer në të ardhura shtesë dhe normalisht në rritje të konsumit dhe në lëvizje të ekonomisë. Rritja e pagave, por dhe e pensioneve normalisht pritet si një hap pozitiv në mënyrë për të rritur gjithashtu dhe fuqinë blerëse, por po të rikthehemi tek ndryshimet apo pritshmëritë për sa i përket lëvizjeve të pagave në sektorin publik, nëse do të krahasojmë një momentum të ngjashëm i cili ndodhi në vitin 2024, pam që efektet ishin goxha të konsiderueshme edhe në sektorin privat, pasi lidhen disa ndryshime të kryera në administratën publike me efektin apo fillimin e ndryshimeve të mëdha të nivelit të pagave në sektorin privat. Në të njëjtën mënyrë, pres apo besoj se ndryshimet apo qoftë aktivizimi i vjetërsisë në punë për sa i përket marrëdhënieve kontraktuale në administratën publike do të përkthehen në të njëjtën mënyrë në implementim të kushteve të ngjashme dhe në sektorin privat. Dhe kjo do të ketë një përmirësim jo vetëm në nivel page, por dhe në kushte punësimi për sa i përket marrëdhënies kontraktuale midis punëmarrësve dhe punëdhënësve. E përsëris dhe një herë, ndoshta ato që thash më herët, por është momenti kur tashmë sipërmarrja shqiptare do duhet të tregojë një përgjegjësi sociale më të lartë, duke joshur apo duke i treguar punëmarrësve shqiptar se jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe në Shqipëri mundet që të gjehen vende pune me trajtim dinjitos të punëmarrësve të tyre, dhe nuk është më zgjedhja e vetme largimi te kufive të Shqipërisë, por alternativa e parë do duhet të jetë qëndrimi dhe punësimi në vendin e origjinës. Edhe për vitin e ardhshëm parashikohet që të kemi një rritje prej gati 4% në nivelet qëndrueshme, po themi. Ku mendoni se do të mbështetet rritja e ekonomisë në 2026? Mendoj se do duhet me patjetër që të investohet apo të ketë një mbështetje në sektor alternativ të ekonomisë. Nuk mundet më që pritshmëritë të mbeten vetëm në sektorin e turizmit apo ndërtimit, pasi u vënë re që në vitin 2025 që pati një ngadalësim për sa i përket këtyre sektorëve, kështu që mendoj se në vitin 2026 duhet një fokus dhe një vëmendje shumë e shtuar sektorit të bujqësisë. E shikoj si një promotor i cili mundet që t'i jap një fuqi apo një boost më tepër ekonomisë shqiptare, dhe jo vetëm, por mundet që të suportojnë në të njëjtin moment dhe sektor si turizmi, pasi janë të lidhur ngushtësisht. Në të njëjtin moment, sektori i bujqësisë është një ndër sektorët me numrin më të madh të punësuarve, jo vetëm atyre të cilët janë punësuar si punëmarrës, por dhe sektori që ka një potencial shumë të lartë për sa i përket iniciativave individuale të, le të themi, familjeve bujqësore për të iniciuar dhe një sipërmarrje të tyre vetjake. Në këtë mënyrë, vetëm duke shtuar mbështetje financiare nga ana e qeverisë apo iniciativa të tjera apo nisma ligjore të tjera nga Këshilli i Ministrave, mundet që realisht ky sektor të dalë nga i recesioni vazhdueshëm i viteve të fundit dhe të kthehet në një potencial jo vetëm për ekonominë shqiptare, por dhe për familjet shqiptare të cilët jetojnë në zonat bujqësore. Le të shpresoj që të jetë një vit pozitiv 2026. Zoti Xhehani, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report, gëzuar dhe një vit të mbar. Faleminderit juve dhe gëzuar dhe juve gjithashtu dhe të gjithë shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit.